sikur t'ja linim inteligjencës artificiale ta merrte gjithë baltën. Mirë do ishte, e t'i thoshim, çiko, ne s'kemi më punë fare, e ka inteligjencë artificiale, shkoni gjeni ku është, edhe bjerini për grabitje fondesh. Mirë është në fakt që t'i dalim zot edhe kështu nga pikpamja humane, po do i dalim nga pikpamja humane, mirë është t'i kombinojmë. Ta përdorim inteligjencën artificiale në funksion të lehtësimit të jetës tonë, po prap njeriu është mrapa, kështu që unë vazhdoj të besoj tek njeriu mrapa. Unë them që ne duhet të jemi të guximshëm dhe modeli që unë po ndjek në mënyrë të vazhdueshme këmbë këmbës të them ore si po zhvillohet dhe modeli, si modeli të bëj 80-85% punës, 90%, siç bën modeli edhe i përkthimit, 90%, dhe pastaj sigurisht tek pjesa vendimarrëse në fund është njeriu, por ama të gjithë këtë pjesën e, si themi, volumit të madh të marrjes të futjes vaporave në port, të shkarkimit të kontenerëve, të hapjes, të vendosin tavolinë edhe të një shqyrtimi paraprak. Sikur ta bëj këtë inteligjencë artificiale dhe sikur të heqim këtë barë nga mira e mira njerëz që futen nëpër komisionin prokurimi, që bëjnë vlerësime etj, do jetë një çlirim shumë i madh.